Praktika rinore organizuar nga sektori i rinis pranë Pogradec përfaqëson një mundësi të rëndësishme për të rinj që të fitojnë përvoja kualifikuese, të cilat ndikojnë pozitivisht në formimin e tyre të përgjithshëm, veçanërisht në kuptimin e funksionit të qeverisjes lokale. Projekti praktikës rinore organizua për herë të parë nga Bashkia e Pogradecit gjatë kësaj periudhe. Faktikisht kishte një numër të madh të aplikimeve për sa i përket shkollave të mesme, jo vetëm të qytetit, por dhe të njësive administrative. Patjetër ne patëm mbështetjen e disa drejtorive apo sektorëve të ndryshëm. Ishin mbi 30 pjesëmarrës, të cilët i kishin aplikime të kategoritë të ndryshme, ku mund të përmendim sektorin e trashëgimisë kulturore, sektorin e rinisë, artimin e shkresës, drejtorinë e shërbimit social, njësia e integrimit të huaj dhe mbështetjes së Europës, gjithashtu dhe pjesa e funksionimit të medjes. Roli dhe funksioni i administratës publike ishte fokusi i këtij projekti, po patjetër nuk mund të ri pa përmendur mbështetjen që na u ofrua nga disa institucione arsimore, ku duhet të falenderoj Zyrën Vendore Parauniversitare Pogradec, gjithashtu dhe Qendrën Arsimore. Përmes njohjes me proceset dhe organizimin e punës në drejtorit apo sektorët që ata vetë zgjedhin, të rinjt marrin një vështrim më të qartë mbi funksionimin e administratës dhe rolit të saj në shoqëri. Kjo eksperiencë shërben gjithashtu si një udhërrëfyes i vlefshëm për orientimin e tyre profesional dhe akademik, duke ndihmuar në zgjidhjen e drejtimit të studimeve universitare. Si pjesë e edukimit jo formal, praktika mundsoi zhvillimin e aftësive profesionale dhe personale për rritjen e vetbesimit dhe krijimin e kontakteve të reja, duke nxitur një angazhim më aktiv të rinjve në jetën komunitare dhe institucionale. Pjesëmarrës në praktikën rinore ishin nxënës nga shkollat e mesme të qytetit dhe njësive administrative. Gjatë ceremonisë u promovua libri digitalizuar me përshtypjet e të gjithë nxënësve, si dhe u bë vlerësimi tyre me certifikata përkatëse në kuadër të këtij projekti. Angazhimi im në praktikën rinore ka qenë absolutisht një nga eksperiencat e mia më të vlefshme dhe interesante. Vlen për të theksuar se jemi ndjerë si në shtëpinë tonë dhe nuk kemi pasur fare bariera, fal organizatorëve Jolika Gjyla dhe Loridela Beqari. Dhe ceremonia përmbyllëse sot ishte diçka mbreslënëse. Sigurisht ka nevojë për përmirësim, mund të ketë përmirësime, si gjatë praktikës, si gjatë ceremonisë. Praktika rinore Pogradec ishte një eksperiencë shumë e bukur për të gjithë ne, ku u mirë informuam nga çdo sektor i ndryshëm rreth bashkisë. Secili nga ne mori ato informacione të cilat nuk i kishte, dhe po shoqë që ata kishin, u plotësua.